Të nderuar qytetarë, sistemi shëndetësor është në kolaps të plot. Ky është realiteti dramatik që përjetojnë çdo ditë mijëra qytetarë të detyruar të trokasin në dyert e spitaleve publike. Në spitalin onkologjik mungojnë barna jetik si acidi folinik dhe avastina. Nuk ka brakiterapi, nuk ka PET scan. Pajisja e trombektomis ka 2 vite jashtë funksionit. Në neurologji mungon lomustina dhe familjarët detyrohen ta blejnë atë në tregun e zi që kushton 800 euro. Pamja në spitalet publike është dramatike. Ambulanca në gjendje të mjerueshme. Pacient që marrin serum në karige, vetëm një aparat eko në urgjencën e QSUT-s. Skaner dhe grafit të prishura. Pacient që presin mbi 24 orë për një shtrat sepse nuk ka vende në dispozicion. Në reanimacion duhet u mbas jetën fatkeqësisht një pacient që të mund të lirohet vendi për tjetrin. E ky nuk është sistem shëndetësor, ky është një dështim shtetëror. Mijëra qytetarë mbeten penge listave të pafundme të pritjes. Mbi 3.000 persona presin operacionin e syrit. Kardiologjia nuk ka pajisjet e nevojshme dhe radhët për ndërhyrje janë alarmante. Pacientët e shtruar nuk kryejnë dot analiza mbas datës 20 të çdo muaj, ndërsa një pensionisti i duhen 2 muaj vetëm për të marrë një diagnozë nëse ndjek sistemin e referimit. Në neurologji mungon trombektomia dhe arteriografia. Për shumë qytetarë, alternativa është vetëm një, ose të paguajnë në privat, ose të rrezikojnë shëndetin e tyre. Kjo është arsyeja pse shqiptarët detyrojnë të marrin kredi, të shesin pasuritë ose të kërkojnë ndihmë për të financuar trajtime në spitale private ose jashtë vendit. Dhe ironia më e madhe është se kjo ndodh në një kohë kur ata paguajnë rreth 60% të shpenzimeve nga xhepi, pavarësisht taksave dhe sigurimeve që derdhin çdo muaj. Shqiptarët paguajnë 2 herë, një herë për shtetin dhe një herë për të mbijetuar. Premtimet e qeverisë kanë rezultuar një mashtrim i madh. U premtuan 15 milion euro për barnat e onkologjikut, por është absolutisht i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat e pacientëve. Ndërkohë, qeveria nuk kursen asnjë qindark për luksin, korrupsionin dhe klientët e saj. Gati 3.8 miliard euro janë hedhur për rrugë me kosto marramëndse. 450 milion euro u zhdukën për inceneratorin që nuk ekziston, miliona shkojnë për projekte fasad e luksi, si kundër është Kopshi Eden që ka kushtuar 4.2 milion euro për qefin e kryeministrit. Kryeministri e pi verën 33.000 euro shishja, ndërkohë grupi i Akshit ka shpenzuar 10 milion euro vetëm për çokolata. Ky është kontrasti i vërtet i kësaj qeverie. Për luksin, propagandën dhe klientët e pushtetit gjenden gjithmonë miliona, ndërsa për ilaçet që shpëtojnë jetë nuk gjenden asnjëherë para. Për pacientët me kancer nuk ka barna, për të sëmurët nuk ka trombektomi, për pensionistët nuk ka analiza, për familjet shqiptare nuk ka siguri se do të marrin trajtimin që u duhet, por për luksin e pushtetit ka gjithmonë para. Shëndetësia falas është mashtrimi më i madh i kësaj qeverie. Pas çdo zlogani fshihet mungesë ilaçesh, pajisjesh, mjekësh dhe shpresa. Pas çdo premtimi fshihet një pacient që pret në radhë, një familje që falimenton dhe një jetë që rrezikohet. Sistemi shëndetësor është në degradim të plot dhe është një prej shumë arsyeve pse mijëra qytetarë shqiptar protestojnë sot përpara derës së kryeministrit. Ajo protest është zëri shqiptarëve që refuzojnë një qeveri që zgjedh luksin në vend të jetës. Verën 33.000 euro dhe çokolatat 10 milion euro në vend të barnave për të sëmurët. Kjo protest e qytetarëve të lirë është në fakt një revolt kundër korrupsionit që vret, kundër shpërdorimit që varfëron
dhe kundër një kryeministri që mendon se mund ta trajtojë vendin si një plaçk të tij. Shqipëria meriton një sistem shëndetësor që shpëton jetë, jo një qeveri që investon në luks, ndërsa i lë qytetarët në mbijetesë të plotë. Faleminderit.